Marrëdhënia e institucioneve shtetërore me atë që është skena e pavarur kulturore është një çështje diskutimi, që zëfill prej kur artistët nisën të krijojnë produkte e hapësira alternative kulturore. Trajtimi që institucionet publike u bëjnë iniciativave të pavarura është një betejë që s'ndalet. Qasja në përgjithësi, por me fokus të hapësirat e funksionimit të skenës së pavarur kulturore, që në fokus të debatit kultura publike dhe kultura e pavarur. Në kuadër të programit të Hani i dy Robertëve dhe serisë Fuqizimi i kulturës, Drejtoresha e Kulturës në komunën e Prishtinës, Sibel Halimi, Drejtoresha e Kino Armatës, Rozafa Maliqi dhe Drejtori i Qendrës Multimedia, Jeton Eziraj, kanë diskutuar rreth marrëdhënies së kulturës publike dhe asaj të pavarur. Rozafa Maliqi, e cila ka vjet që angazhohet në skenën e pavarur kulturore, ka thënë se është dashur shumë punë e përpjekje që skena e pavarur të njihet nga ana e institucioneve. Ka marrë shumë shembuj dhe ka ilustruar se si hapësirat janë funksionalizuar veç në bazë të vullnetit të artistëve dhe aktorëve të tjerë vullnetar. Në qëto kushte, tu mos e pas as infrastrukturën ligjore të përshtatshme, as krejt instrumente që duhen për çdo hapësina për me pas një farë stabiliteti edhe një farë mundësie që mu zhvillu tutje, që përfundon të ndodhë është që këto vazhdojnë me ekzistu edhe me funksionu në bazë të vullnetit të njerëzve që janë në qato hapësina. Dramaturgu Jeton Eziraj, përtej debatit për relacionet me institucionet, hapësirat e funksionimit i ka përshkruar si një problem shumë të madh. Ka marrë shembull se si dy teatrot të pavarura tash janë thuajse në rrugë shkaku i renovimit të ambienteve të teatrit Oda. Por sipas tij, problemet janë shumë shtresore dhe s'mund t'i faturohen veç menaxhmentit aktual të komunës së Prishtinës. Vërtet nuk di si me ju qasë dhe si me adresu problemin, kur problemi kryesisht është njerëz që nuk kanë kurfar afiniteti edhe s'kanë kurfar besimin kulturën më së pari. Nuk e shohin si një aset që eventualisht mundet me gjeneru diçka kur gjo. Përpos në kohë fushatash kur e shohin si mjet për me mbledh votë, atëherë po i shetu taku artista, i shetu propozu ide ndryshme, sepse atëherë po shohin përfitime. Nën moderimin e Diona Kusarit, në këtë diskutim Drejtoresha e Kulturës në komunën e Prishtinës, Sibel Halimi, ka thënë se mbështetja financiare e institucionit bashkë me krijimin e mundësisë së shfrytëzimit të hapësirave janë binomi që është munduar ta çojë përpara. Sipas saj, Drejtoria për Kulturë ka një qasje shumë të hapur. Orientimi im strategjik ka qenë krijimi i hapësirave fizike për artistët. Dhe mendoj që kjo i ka dhënë një lloj dinjiteti artistëve që së paku ta kenë hapësirat ku ata mund të punojnë dhe të krijojnë vepra të ndryshme. Dhe mendoj që këto janë dy kanale kryesore, me anë së cilës institucionet publike komunikojnë me artistët e pavarur. Po megjithatë, gjithmonë në këtë pozitë ku jam unë, për shembull, tash si drejtoresh për kulturë, është shumë e rëndësishme që t'i ruaj artistët edhe nga vetë unë. Të lashët e skenës së pavarur ndër vite janë shoshitur në këtë diskutim, ku nëpërmjet shembujve konkret është treguar se kjo skenë duhet të ketë suksese ndërkombëtare në mënyrë që të marrë vëmendjen e institucioneve.